Në malësi të madhe e curia vaksinimit kundër gripit vlerësor të këshën normale. Sipas bluzave të bardha të zonës, krye vaksinatori Skënder Jaca i thot se këtë vit vaksinat të siguruan nga Instituti i Shëndetit Publik që me datë 20 shtator, më herët se vitet e tjera, gjë që krye mundësinë që vaksinimi të nisë më shpejt. Kena marrë 3.500 doza, jena të 2.000 doza që janë të, po të thoshte, 160%, ka është e curia vaksinimit, 160%. Është e kënaqshme të i thënë se kena edhe muajin janor dhe tetor, se vjet kena filluar edhe deri në fund të janarit të i bëm vaksinë gripit. Pra, besimi është tepër i plot që këto vaksina gripit duhet kryhen. Jaca e shton se vaksinimi po mbulohet nga qendra shëndetësore të njësive administrative, duke filluar nga zona fushore deri në Vërmosh. 5 njësi administrative. Të i përshike e marim për marim të zotë malore, Kërmenin edhe Shkreli. Pra, në gjdo qendër shëndetësore, ati është një pikë vaksinimit. Në pamundësi për shembull aty ku nuk mundën për marrë, që janë një fije të zonë të larga, me tërmuse, i personeli shëndetësor shkon shtëpi për shtëpi tek këto boshat që nuk arrin për marrë. Mesazhi i tij për banorët e Malësisë së Madhe është të vaksinohen sa më parë, pasi kjo është rruga kryesore për forcimin e imunitetit ndaj gripit deri në pranverë. Ju bëj thirrje që të vinë të bëjnë vaksinë, se vaksina është dhe është e ruajtur në kushte krejt optimale. Nuk jep as lloj problemi, as komplikacion, as kurrë. Imuniteti, domethënë, është në momentin që vaksina bëhet, mas 2 javë shkrijon imunitetin. Pra, u bëj thirrje sa nuk kena një epidemi, bëj thënë gripit, nuk kena rast të gripit, që të vinë vaksinohen, që të krijohet edhe imuniteti për 2 javë. Sipas Jacait, të moshuarit dhe personat me sëmundje kronike janë të parët që duhet të vaksinohen, por këtë mundësi e kanë të gjithë, me qëllim që të fitojnë imunitet ndaj gripit, ndërkohë që në Malësinë e Madhe nuk mungojnë dhe rastet e vaksinimit kundër COVID-19, ku deri tani janë vaksinuar të paktën 50 persona.